në jetën e agjerimit, la'allakum tattaqun, që të bëni të devotshëm. Pyetja që parashkruhet është kur rin takullok. Takullok rin në zemër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, at-taqwa ha huna. Takullok është këtu, në zemër. Tash zemra është ena në cilën rin takullok. Do thot ena që mbushet o me gjëra të dobishme o me gjëra të dëmshme. E tash, në enë e mbushur, a mund ta mbushish? S'mund ta mbushish, në mbush. Çfarë dush me shprasë? Dush me zbrasë. E ku ta zbrazish zemrën e mbushur me vese, me sjellje të këqija, me mendime të këqija, atë ka vend për me mbush me mendime të mira, me vepra të mira, me sjellje të mira. Edhe andaj njëra për detyrave që me pas parasysh një besimtar, para se vinë Ramazan, nëse don me i përthith fëmijët e Ramazanit, është këtë zemër që e ka me boshatis për të gjitha llomeve që janë ndedhur aty. Edhe andaj adhurimi më i madh dhe më i mirë që e bën besimtari para Ramazanit është teuba dhe istighfari. Mu pendu te Allah dhe me kërku falje te Ai. Që zemra ti mu pasru për llomit. Edhe me bas vend për mu që të vlera. Për shembull, kur shkojmë në ndarësëm, gjëra e parë që ka bëjmë, shkojmë lami. Pse mos na vjen edhe keqe. Që ku të shkojmë, domethënë në atë gosti, shkojmë me aromë të këndshme, edhe domethënë mos na vjen edhe keqe. Andaj edhe puna e parë që e bën besimtari para se me Ramazan është mu la. Me la zemrën e vet për gjunaheve. Me la shpirtin e vet për gjunaheve. Edhe fatkeqësisht shumë pak i vë rëndësi kësaj pike. Edhe pse gjithë na themi se takullok është objektiva e agjerimit, mirë po pak flasim edhe se vendi takullok është zemra, pak flasim se kjo zemër, nëse është e mbushur, s'mush ta mbushish. Andaj zbrazë për gjunaheve, zbrazë për mangësive, gabimeve, gjunaheve, e pastaj do ketë vetëm mbush me vlerë. Kjo zemër pas Ramazanit ka me qenë ndryshe për asaj që ka qenë para Ramazanit. Ama nëse në Ramazan ti me zemër të mbushur me gjunahe, që s'ka vend ku me instalu ato sevapet, ato vlerat e mira, sjelljet e mira që me Ramazan, mas Ramazanit ka mu kthi zemra si ka qenë më parë. Sa e ka më qenë për mi veç. Edhe në momentin që del për Ramazanit, ato rrëzohen, bin poshtë, ngelet ajo që është brenda në zemër, e keqja. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të herë që njeriu e bën një gjuna, në zemrën e tij shënohet një pikë e zezë. Edhe nëse ai vazhdon me gjuna, vazhdojnë ato pikat e zeza me risë në zemër derisa kjo zemra i nxihet. Edhe kjo zemër pastaj nuk e njeh të mirën as të keqen. Bile të mirës i thot e keqja dhe të keqes i thot e mirë. Edhe kundërta, gjëra që e bën besimtari një vepër të mirë, i shënohet në zemër një pikë e bardhë. Nëse vazhdojmë në vepra të mira, shkon t'ju shtu pikat e bardha e t'ju paksu të zezat. Nëse bën vazhdimisht veç të mira nuk bën të këqija, atë zemra ti vot e bardhë. Të mirën e njeh shumë qartë, edhe të keqen e njeh shumë qartë. Te ai nuk përzihen gjërat. Andaj na lutim Allahun e Madhëshëm që tash para Ramazanit na ndihmon të pastrojmë zemrat tona pe gjunave të akumuluara të kaluara. E të bëjmë tobe dhe istighfar të sinqert, e që të hyjmë Ramazan me zemra të përgatitura që në to të instalohet devotshmëria dhe vlerat pozitive që ne sjell Ramazani inshallah taala. Amin. Zonë pyetje, si ta pastrojmë zemrën? Tobe istighfari është e para. Tobe istighfari është e para, domthonë e dyta faktikisht është shtimi i veprave të mira, përgatitja me vepra të mira. Para kësaj është niyeti. Se niyeti është adhurimi më i madh me cilin njeriu afrohet Allahut, puna e sinqeritet në jetë. Realisht ndryshimi i bot kuptimit për jetën, ndryshimi i bot kuptimit për, domethënë, qasjen tonë ndaj adhurimeve. Ky niyet për ndryshim. Tobe istighfari dhe shtimi i veprave të mira ta bëjnë xham zemra. Edhe masë e kutish Ramazan, plus e mbush me fitimet e Ramazanit, del domethënë ajo ena si o ka enzime me llom, tash është e shkëlqen domethënë është e lame, xizllon që themi na, edhe plus e mbushur me vlerat pozitive, tashmë edhe duket shumë e bukur dhe këndshme, edhe ajo të madh pas deri në Ramazan nashëm inshallah taala.